Boris Pasternak, Doktor Zhivago. Libri I parë. Pjesa e parë. Ekspresi I orës 5. 1. Ecnin dhe ecnin, këndonin I përjetshëm kujtimi, dhe kur ndaleshin, dukej sikur zvargur, vazhdonin ta këndonin këmbët, kuajt, shkurmet e erës. Kalimtarët rriqeshin për t'i hapur rrugën korteut të përmortshëm, numëronin kurorat, bënin kryqin. Më kureshtarët I bashkëngjiteshin procesionit e pyesnin, kush ka vdekur? U përgjigjeshin, Zhivago. E qartë. Jo, ajo. Ashtu? Një spast, varrim të pasurësh. Ja dhe minutët e fundit të pakta të pakthyeshme. Mëshiroj o Zot, pranoje ngjyrin tënd, bekoje në jetë të jetëve me hirin tënd o Zot. Prifti bëri kryqin, bekoi varrin, mori një grusht dhe hodhi mbi Maria Nikolajevnën. Kënduan Zot përja shpirtin, dhe me ca veprime të shpejta të ngutura mbërthyen kapakun e arkivolit, e lëshuan grop militar. Trokulliu mbytur azi, balta e thatë, e hedhur me lopata nga të katër anët. U ngrit një kukumal dheu, në të kërceu një djalë 10 vjeç. Vetëm në atë gjendje mpirje dhe hutimit përgjithshëm që vjen pas varrimit, mund t'i dukej në kujt se djali donte të mbante fjalim mbi varrin e nënës. Ngriti kryet dhe e treti shikimin në hapësirën vjeshtore dhe në kupolat e manastirit që u shfaqen para syve nga ajo lartësi. Fytyra me hundën qipe ju shtrëmbërua, qafa ju zgjat. Po ta ngrinte me një lëvizje të tillë kokën klyshi I ujkut, kjo tregonte se do të fillonte kuisjen. Djali e mbuloi fytyrën me plumb dhe u shkreh në vaj. Reja e zezë ju flutoi drejt tij, ja fshikulloi duart, fytyrën me kamxhikët e rrëbeshit ftohtë. Drejt varrit çapiti një I veshur me zeza, me palët e mëngëve të shtrënguara në kyçe. Ishte vllai I së ndjerës, daja I djalit që dëneste nga Sharehej, Nikolaj Nikolajeviç Vedenjepini, I shuguruar prift me lutjen e vet. Ju afrua djalit edhe e largoi prej varrezave. 2. Natën e kaluan në një nga qelitë e manastirit. Bën përjashtim për dajen nga që njieshin. Ishte darka e Shën Pokorovit. Të nesërmën, së bashku me dajen, duhej të niseshin për rrugë të largët në jug të vendit, në një qytet të gubernës së Povolozhjes, ku atë Nikolaj punonte në redaksinë e një gazete lokale përparimtare. I kishin bler biletat e trenit, plaçkat I kishin paketuar, ishin gati për udhë. Nga stacioni I trenit, era sillte ulërimat vajtimtare të lokomotivave që ndronin vagonët. Në mbrëmje të ftohtit shtrëngoi. 2 dritaret e qelisë në nivelin e tokës dilnin në qoshin e kopshtit braktisur të mbuluar me kaçube akacie zverdura, që aty dukeshin pellgaçet me gjurmët e rrotave të karrocave. Ishte fundi I varrezave, vendi ku dje varrosen Maria Nikolajevnën. Kopshti dukej I shkretuar, kishte vetëm disa rreshta të mbjellë me lakër, që ishte mavejosur nga ngricat. Shkulmet e erës u arrëmbenin akacjeve gjethet e zverdura, I vërtisnin me vrik gjithandej, pastaj I shtronin në rrugën e përbaltur të mbuluar me pellgaçe. Gjatë natës jurin e zgjoi një trukitur ndritare. Dhoma e errët, përdhese, ndriçoi në mënyrë të panatyrshme nga një dritë e zbardhëllemtë, lëbyrse. Juri, vetëm në këmish, vrapoi te dritarja dhe ngjeshi fytyrën pas xhamit ftohtë. Matan dritares nuk kishte më as rrugë të përbaltura, as varreza, as kopshte. Në oborrin e manastirit harbonte tufani. Shtollungat e hasdisura të dëporës zbardhonin ajrin. Mund të mendoje se kishte qenë tufani, ai që ja kishte vënë syrin Jurit. E dinte sa shumë e llahtariste, nga zlehej nga ai pështjellim që po I shkaktonte djalit. Ulurinte, fërshëllente, gjëmonte, përpiqej me gjitha mënyrat ta mbante të mbërthyer mbi vete vëmendjen e Jurit. Nga qielli shtjella, me shtollunga që nuk kishin të numëruar, shtroi në tokë dëbora, duke mbuluar vendin me qefinin e bardhë. Tufani ishte Zot I vetëm e gjithësisë. S'kishte burr të barabitej me të.
Dëshkira e parë që e pushtoi djaloshin kur u afrua nga parbazi dritares dhe zbriti ndysheme, ishte të vishej shpejt, të varponte në rrugë, të bënte ç'ti shkrepi. Here mundonte meraku për lakrat e mbjella në bache, se do t'i mbulonte dëbora dhe nuk do të mundin t'i nxirrnin koçanët. Here mundonte mendimi se dëbora e madhe do ta mbulonte mamin. Kjo do t'ishte e pafuqishme t'i bënte ballë, do të detyrojë të zhyte e thellë më thellë në dhe, larg dhe më larg prej tij. Edhe përsëri lot, përsëri dënesa, përsëri ndëshërime. Dhe dajës i doli gjumi, i foli për Krishtin, u përpoq ta qetësonte, pastaj goksiu, ju afrua dritares edhe u zhyt në mendime. Zunë të visheshin. Gdhiu. 3. Në të gjallë të sëmës, Juri nuk e dinte se Jati kish kohë që nuk bashkëjetonte me ta. Se udhtonte nëpër qytetet largëta të Siberisë, por edhe jashtë shtetit, se bënte jetë pianecit shturur, se me kohë kish bërë rrushë kumbulla pasurinë e tyre shumë milionëshe. Kur binte fjala, i thoshin se ishte në Peterburg, në ndonjë panajër, po më shpesh i përmendnin atë të Irbickut. Ndërkaq, sëmës shëndetlik ju shfaq veremi. Shkoi të kurohej në jugun e Francës, në veriun e Italisë. Juri ishte me të 2 herë. Plot me parregullsi, por edhe me hamendje përpjekje për zbulimin e fshehtësive, i kaloi fëmijëria e hidhur. Jetoi më shumë në krahët e të huajve se sa të tij. Dhe këta të huaj tërkohën ndryshoheshin. U mësua me këto ndryshime. Mungesa e Atit, zurit mos e habiste. Vërtet kishte qenë i mitur në atë kohë, kur me emrin që mbante lidheshin sa gjëra. Por e dinte se kishte patur manifakturë Zhivago, bankë Zhivago, shtëpi të Zhivagove, mënyrë Zhivago të lidhuri dhe të kapuri me karficë të kollarës. Madje i kujtohej edhe lloji i tortës, e ëmbël, e rrumbullak që e thrisnin torta Zhivago. E dinte se njëherë një kohë në Moskë mund t'i thojë karrocierit të Zhivagot, edhe të çonte pa pyetur ku ndodhej, dhe e shihej veten në vendin prallë, të rrethuar nga një park i qetë, i dremitur, shkelje me gjethet halor të pishave dhe të bredhave të moqëm. Dëgjoje kërkëllimat e sorrave të laraskave, po aq të kumbushme e kërcit se sa dhe krisma e kputit së degës së thatë të një druri. Drejteje lëshoheshin me vrap të qenë terracës, kur e rrej ta gëzonte shpirtin drita e butë nëpër dritare. Dhe ja, një ditë prej ditësh, se ku është duke gjithë kjo mbrodhtësi, Zhivagot u varfëruan. 4. Në verën e vitit 1903, Juri me Dajen qanin përmes fushës së Pan me araban e mbuluar për të shkuar tek Ivan Ivanović Voskobojnikovi, pedagog dhe përhapës dijesh dobi për urse, që banonte në Dublank, në çiftlikun e fabrikantit të copave të mëdafshta dhe të mecenatit të madh të arteve, Kologrivovit. Ishte kohë të korrash, qelloi e kremte. Mbaritën në mesditë, në rrugën Ara ishte xhamxhim. Dielli përvlonte grunjërat e florinta, vendet pa korrura, si zvergje gjysmë të rruara të burgosurish. Mjara fluturonin turma zogj, gruri me kallzat kokvarur duke i ngrirë në atë më të nxehtë dhe pa erë, që kur e shihje gjatë të lëbyreshin syt, të faniteshin mirazhe lëvizëse drithruese. Po këto Ara, e pyeti Nikolaj Nikolajević Pavlin, që punonte me mëditje edhe si rojtar në shtyp shkronjë, ku ai i ngiste me trupin gjysmë të kthyer nga ne, këmbët i mbante të kryqëzuara, si për treguar se nuk ishte ndonjë karrocier i rregjur, vetëm se i kishte zënë rrotabishtin. Janë të çiftligarit apo janë të fshatarëve? Të zotërisë janë, u përgjigj Pavli duke ndezur cigaren. U rrek si shumë me zjarrin, e thithi disa herë me të shtarë dhe tregoi me fundin e kamxhikut në anën tjetër të rrugës. Kurse këto janë tonat. Ec, mos ju zuri gjumi, u thiri kuajve, e suandante shikimin e kithët, vithëve dhe shpinave, ashtu si mashinisti manometrave të lokomotivës. Kurse kuajt ecnin një lloj siç ecin kuajt e mbar botës, domethënë kali i mesit ecte me vrap, me zakonin e të mësuarit
të punojë pa hile, ndërsa kuajt e anës të kujtonin për tacet e hileqarët e pandrejtshëm, vetëm sa harkonin shpinat, bërnin vend numra, si të hidhnin valle nën tingujt e zilkave që vetë ata me kërcimet e tyre i tunnin e i shkumnin. Nikolaj Nikolajeviçi po e bënte gjithë këtë rrugë për t'i quar Voskobojnikovit ndërshkrimin e librit, kushtuar problemit agrar. Redaksia ja kishte kthyer me lutjen që ta shihte përsëri për shkak të shtrëngimeve të censurës. Po ardalloset gjendja në përdhëmin Nikolaj Nikolajeviçi. Në gubernën e Penjkovit pas kanë thëror një tregtar, i pas kanë vënë zjarrin fermës së kuajve të kryetarit të shoqatës së çiftligarëve. Po ti ç'thua, po në fshat çfarë flitet? Doli se Pavli i shihte gjërat më rrept se censori që kërkonte nga Voskobojnikovi më shumë vetëpërmbajtje në shikimin e problemit agrar. Ç'flitet pyetni, e ç'nuk flitet? Ju hap syri argatris, i shet të ndërkryer. Po pse bëhet shaka me ca dorëson? Na i dhënë pushtet e fuqi muzhikut, pritet thyken në gryk. E bëjnë, për atë zot që është një e bëjnë. Ec more, lujni këmbët. Ishte hera e dytë që Daja e merrte Nipçen në Dublank. Juri pandeu se e mbante mend rrugën që nga udhëtimi i parë dhe kur hapësira e gjerë e fushës filloi të kufizoi nga ndonjë brezpyet që dukej larg dhe dal ngadalë afrohej, Jurit i dukej se dinte vendin ku do i marrë kthesa, ku do i ecur djathtas, që aty të dilte përpara pamja qiflikut të Kologrivovit me shiritin kaltërosht të lumit, që është ndriste për së largu dhe me trasen hekurudhore që zgjaste përgjatë lumit. Po ja që gaboj, fusha këmbente fushën, pyet herë dukeshin e herë zhdukeshin. Larmia e panoramave ta gëzonte shpirtin, të jepte atë ngazllim që jep njeriu gjerësia dhe hapësira. U zhyt në ëndrrime, i vërshuan mendimet për të ardhmen. Asnjë nga librat që më pas do të ngrinte në qiell emrin e Nikolaj Nikolajeviçit nuk ishte shkruar, por mendimet ishin kristalizuar. Nuk e dinte sa afërt ishte koha e tij. Nuk do të kalonte shumë dhe në gjirin e përfaqësuesve të mendimit të kohës, në mesin e profesorëve të universiteteve dhe filozofëve të revolucionit, do të dukej njeriu që prej kohë vriste mendjen për problemet shqetësuese, vetëse përveç terminologjisë së përbashkët me ta, asgjë tjetër të përbashkët nuk kishte. Se ata kapeshin me thonjë kthetra pas në një dogme, edhe njiheshin si mjaft kënaqur nga fjalët lumë që dernin, i vinin veshin vetëm paraqitjes së jashtme të çështjeve, kurse atë Nikolaj ishte njeri i perëndis, e donte edhe tolstoizmin edhe revolucionin. Shkonte kurdoherë më tutje, që i dhënë me shpirt pas mendimit të lartësuar, por kërkonte ta shihte të shprehur sa më konkretisht, që të hapte brazda të reja pa hipokrizi, që të kishte pikë synim ndryshimin për mirë të gjërave, që mund të preke lehtë edhe nga foshnjat, edhe nga të paditurit, të dukej qartë siç duket shkreptima e vetimës, të dëgjojë qartë siç dëgjohet rrapëllimi e bubullimës. E priste me ashk të ren. Sa herë që ishte me Dajen, Juri e ndjente veten mirë. Ngjante shumë me nënën. Si edhe ama, ishte njeri i lirë i dashës, pa paragjykime. Më parë përpiqej ta mësonte një gjë, pastaj të shprehej, si dhe ajo e kishte në shpirt ndjenjën e obortarit për barazim me të gjithë ata që jetojnë tokë, ashtu si ajo e kuptonte që me shikimin e parë thelbin e një gjëje. Kishte aftësinë e të formuluarit mendimit, ashtu si që vinte, mbi bazën e mbresës së parë, së cilës i besonte shumë, ndërkohë që formulimin e bënte përpara se mendimi të arrinte të zhvlerësohej. Juri mend fluturoi nga gëzimi, kur dëgjoi se Daja do ta merrte me vete në Dublank. Ishte vend i bukur. Pamjet piktoreske i kujtonin mamin, që e donte shumë natyrën dhe e merrte shpesh të birë në shëtitje. Përveç kësaj, mezi priste të takojë përsëri me Nika Dudorovin, gjimnazistin që banonte te Voskobojnikovi. Ndonse e dinte që ky shpërfillte se, domosdo, si thoshin pak, ishte 2 vjet më i madh. Ja zgjaste dorën, edhe sa ka që të riqte poshtë me forcë. Pastaj e përkulte përpara kokën e çum, sa flokët i binin mbi ballë dhe ja mbulonin gjysmën e fytyrës. 5. Problemi më thelbësor i varfërimit të masave në kapitalizëm lexoi Nikolaj Nikolajeviçi sipas dorëshkrimit të korrigjuar.
Më mirë të thuhet arsye kryesore e varfërimit, I tha Ivan Ivanoviç dhe hodhi në dorëshkrim ndryshimin. Rrinin në terracën me xham, zyrit zinte, musluk, vegla pune, rrëngullinat hedhura në qoshe, në shpinën një karigeje të thyer që I hedhur një mushamash në qoshën tjetër ishin hedhur çismet me baltën që ishte tharë, qafat e larta o përkuleshin në dysheme. Kurse statistikat e vdekshmërisë tregojnë, lexoi Nikolaj Nikolajeviçi, duhet shtuar për vitin fjalë, tha Ivan Ivanoviçi dhe hodhi edhe këtë në dorëshkrim. Në terracë bënte korrent, mi fletët e dorëshkrimit kishin vënë gur graniti që të mos I merrte era. Me të mbaruar punë, Nikolaj Nikolajeviçi tha se duhet kthehej shpejt. Po afron fortuna, duhet ikur. As mos e mendoni, nuk ju lë, do të pim bashkë çaj. Me duhet jem qytet para nata, kot ma thoni, s'ju lë t'ikni. Unë ndjej eraj që myrit, kishin ndezur samovarin që e mundi erën e tymit duhanit edhe I ndryshas. Sullën kajmak, fruta, petulla, u thanë se Pavli kishte shkuar në lumë të lahej vetë dhe të freskonte kuajt. Nikolaj Nikolajeviçi deshi s'deshi pranoi. Dalim, shkojmë e shohim lumin nga bregu I lartë, I tha Ivan Ivanoviçi. Si mik shtëpie I Kologrivovit, Ivan Ivanoviçi kishte zënë 2 dhoma në aneksin e sarajeve të Qifligarit, aty ku banonte ekonomati. Aneksi, me oborrin e vogël, ndodhej në pjesën më të braktisur të sarajeve. Aty të çonte një rrugë e vjetër me drurë të moqëm nga 2 anët, e mbuluar me barishte. Nëpër të thuajse nuk kalonte kush, me përjashtim të rasteve kur donin të hidhnin mbi rrynat të ndërtimeve, në projnë që ndodhej pranë. Kologrivovi, njeri me pikpamje përparimtar dhe milioner, që e simpatizonte revolucionin, së bashku me të shoqin, ishte jashtë shtetit. Këtu banonin të bijat, Nadia dhe Lipa, së bashku me kujdestarin dhe mëshortorët. Aneksi ndaj prej sarajeve të Qifligarit nga muri I ligustrave të dëndura, prap atyre fillonte parku I madh, I mbajtur mirë, me hurdha e livadhe, me gazone lulesh dhe rrugina të shtruara. Kur dolën në vendin e hapur përpara tyre, u ngritën fluturimi trumba harabelesh që ishin fshehur në ligustra të dëndura. Vendin e mbuloi një zhurmë fshfritëse, si ajo e gurgullimit ujit që rrjedh nëpër tup. Kaluan para serrës, afër shtëpisë së kopshtarit, pastaj ngjitur me një rrënoj të braktisur që nuk kuptoi ç'kishte qenë. Bisedonin për talentet e rinj në shkencë dhe letërsi. Ka që nuk janë pa gjë, tha Nikolaj Nikolajeviçi, po ja që u bën të modës gjithfar rrethesh e shoqatash, kurse kopeja e fsheh padhurtin. E çorësi kanë janë idhtar të Solovjovit, të Kantit apo të Marksit. Të vërtetën e kërkojnë vetëm vetmitarët. Vetëm këta janë të zotë t'i presin lidhjet me njerëzit që se duan mjaftueshëm të vërtetën. Pse kanë botë të tillë shenjtëri që e meritojnë besnikërinë? Edhe në ka, duhet pranojmë që këto numërohen me gishta. Unë them se I duhet qëndruar besnik pa vdeksisë, këtij emri tjetër tjetës, ndonë se pak të sforcuar. Duhet ruajtur me fanatizëm besnikëria ndaj pavdekësisë për të qëndruar besnik me çdo kusht Krishtit. Po shoh që u thartuat dhe u mrudhët, mori mirë. Ju? Asgjë, përsëri asgjë nuk kuptoni. Hungroi Ivan Ivanoviçi dhe zgjati përpara mjekrën në hodh me një lëvizje rëshqitëse si të ato lavrakut, që e bëri të ngjashëm me amerikanët e kohës e Lincolnit. Bënte ç'bënte dhe e mblidhte në pllëmin e dorës mjekrën, fundin e çonte në gojë. Siç po e shihni po hesht. Edhe vetë kuptoni që kam një tjetër kënd vështrim të çështjes. Pa më tregoni më mirë si u kaloi shugurimi. Ka kohë që kam dashur t'ju pyes. Ju tundën ju shkundën mirë besoj. Them si ju kanë bërë për ujë të ftohtë, kështu apo jo? E ç'duhet ky kërcim më njanë nga tema e bisedës? E pse jo, edhe për ujë të ftohtë më bën. Pa të lashe e siklete punët nuk bëhen. Veti hodha në zjarr kështenjat, vetë do t'i nxjerr nga zjarri. Kërkohet mos qëndrosh gjatë në punën e shtetit, as në kryeqytet nuk ka pse lakmon të vesh. 6. Milivathet si halucinacion dëgjimor qëndron të pezull ushtima e zërit mamit. I kumurte në vesh,
përzierë me cicërimat dhe klithmat e shpendëve, me gumzhitjen fshfritëse të bledhve. Juri u rrënqeth. I dukej si kur ishte mami ajo që lëshonte klithma thjerrje. Ja drejtonte atij. Ishte ajo që po e thriste për diku. Ju afrua rrëpirës buzëllumit, u lëshua poshtë, por nga pylli i rrallë pa shkurë dhe barishte që vinte deri te buza e projt, u gjend në vërrishtën që mbulonte fundin e honit. Errësira e lagësht e mbulonte vendin e thellë, thuaj se nuk dukeshin lule, kurse gjelbrimi ishte i harlisur. Korcejt e gjatë dhe të hollë të vërrive i kujtonin stapat dhe furkat, pikturuar në librat me figura, ku flitej për çuditë e shenjtorëve. Jurit ju përvijua në shpirt një lloj treshtimi, po i vinte për të qarë, u lëshua në gjunjë edhe dënesi me ndeshërim. O angjell i Zotit, o ruajtse im i plot mëshirshëm, u lut Juri. Çoje mendjen time në rrugën e vërtet. I thuaj mamit se jam mirë dhe e kam mendjen tek ajo. Për mua të mos bëhet merak. Në ka jetë të matan varret, çoje o Zot mamin parajs, ku fytyrat e përndritura nga mshimi i shenjtorëve dhe të profetëve shtërrin jo më pak se yjet. Se mami është aq e mirë, s'ka mundësi t'jetë mëkatare. Ki mëshirë për te o Zot, falja bekimin tënd, bëj që mami të përjet në qetësi. O mami, me pikëllimin të sfilitës në shpirt, me drithmat në buzë, me zemrën plot për gjërim ndaj Zotit, e blatoi lutjen e nxehtë të thellë që i doli nga shpirti, por pas kësaj nuk duroi dot. U lshua përmbysh në tokë, i humbi ndjenjat. Nuk ndoi një gjatë në klopi. Dëgjoi zërin e dajës që po e kërkonte, e thriste të ngjitej lart. Befas Jurit ju kujtua se për të atin nuk i rrot Zotit, kishte humbur pa lënë gjurmë. Ema e kishte mësuar t'i lutej Zotit për te. Pas asaj përhumbje të shkurtër, e ndjente veten shumë mirë. Nuk dëshonte të ndaj me atë njëjtë pajtimi që e kishte pushtuar. Tha me vete se asgjë të keqe nuk do të kishte nëse do t'i lutej Zotit për baban një herë tjetër. Do të pres, do të duroj, i tha vetes djaloshi, po ja që për tatin asnjëherë nuk i rrot Zotit. 7. Misha Gordoni, djalë 11 vjeç me fytyrë të menduar, me sy të zinj të mëdhenj, nxënës në klasën e 2 të gjimnazit, i biri një gjyqtar i pajtimi të Orenburgut, po udhtonte me tren bashkë me atin në një kupe vagoni të klasit të 2. I ati shkonte me shërbim në Moskë, djali do të regjistroj aty në një nga gjimnazet e saj. Ema dhe motrat kishin shkuar me kohë, e kishin bërë gati dhomën ku do të punonte. Atë e birë kishin 3 ditë net në tren. Treni ekspres qante përpara, duke lëshuar në ajër kokriza qymyrje dhe re avullit të nxehta, të zbardhura nga qielli që përngjanin si re pluhuri gëlqereje. Prapa linin vendlindjen, stepën e gjerë, fushat të pahan, qytete e fshatra. Në për rrugë sfërriteshin karrot ngarkuara, ecnin sa ecnin dhe ktheheshin në ndonjë nga ato rrugët anësore. Nga treni që çante me shpejtësi, dukeshin si të palëvizshme, kurse kuajt sikur ngrinin e ulnin këmbët në vendnumra. Me të ndalur trenin në ndonjë stacion të madh, udhëtarët si xilepsur turreshin për në bufen e stacionet. Dielli që përëndonte para padrurëve të kopshtit të stacionit, u adreqonte këmbët, e fuste dritën e rrezeve të kuqe edhe në rrotat e trenit. Lëvizjet në botë të gjitha sa bëhen, veç e veç kur doherë janë të përllogaritura me saktësi, kurse në tërsinë e tyre rrjedhin rrokapjekthi. Është fluksi gjithëmbarshëm i jetës ai që i shkrin në një të tërë. Njerëzit punojnë dhe rropaten, të vënë në lëvizje nga mekanizmat e nevojës vetjake. Veç këta mekanizma nuk do të mund të viheshin në punë, po të mos funksiononte rregullatori i tyre më i lartë. Shkujdesja e skajme njerëzore. Është kjo shkujdesja ajo që krijon ndihimin e bashkësisë së ekzistencës njerëzore. Besimin e kalimit të veprimeve nga njëri te tjetri, ndjenjën e lumturisë se gjithë ç'ndodh nuk merr fund në tokë, aty ku i varrosin njerëzit, por kalon edhe gjatë ju, në vendin që disa e quajnë mbretëri qiellore,
kurse të tjerë e quajnë histori njerëzore, apo e pallëzojnë edhe me ndonjë emër tjetër. Djaloshi Misha Gordon ishte një përjashtim fatkeq në këtë rrjedh marrëdhënies njerëzore. Ishte përjashtim nga rregulli. Për të, forca e vetme shtytse në jetë u bë përkujdesi, kurse shkujdesja as ja lehtësoi, as ja fisni kroj jetën. Ja njihte vetes këtë veçori, e kishte të trashëguar, me të ndosje sim deri në mani, i jetonte brenda vetes shfaqjet e saj. E hidhronte, prania e saj e poshtronte. Nga koha që e mban mend veten, Misha për një çast nuk kishte pushuar së habituri, se i ndodhte që, duke patur si gjithë njerëzit këmbë duar, gjuhë për të folur, zakone e sjellje si gjithë, e të mos ishte si ata, por i tillë që pëlqehej vetëm nga pakica, kurse nga shumica të ishte i padëshueshëm. Nuk arrinte dot ta kuptonte se, me që qenë më i keq se të tjerët, mundesh t'i vesh gjitha forcat për të ndrequr, për të bërë mirë, madje më mirë se të tjerët. Se pyeste veten, çdo të vallë të thoshte kjo që ai është qifut? E pse t'ekzistonte një dukuri si kjo? E me se shpërblehej, apo si përligjej një sfidë e tillë, aq çarmatosëse, saqë nuk i jepte asnjë të mirë përveç hidhrimit. Kur i bën vetatit pyetje si kjo, ky i përgjigjej se nisej nga koncepte absurde, se nuk duhej gjykuar në këtë mënyrë, edhe me këtë merrte fund shpjegimi. Babai nuk i thoshte asgjë për t'ia ngrohur shpirtin djalit të çekulldisur, si thuash të përndjekur. Nuk i drejtoi mënyrës së gjykimit thellë që do ta bënte Mishën t'i përulej, të largohej i pajtuar me atë që nuk e çibën. Ky ishte arsyeja që në këtë moshë të njom, Misha u mbush me përbuzje për më të rriturit, që kishin gatuar atë lloj kaçamaku, të cilin as ato vetë tani më nuk e ngjëronin dot. Përjashtim bënte nëna dhe babai. Ishte i bindur se kur të rritej, patjetër do ta shkokolepste këtë lëmsh. Edhe tani, askush nuk do të guxonte të thoshte se Jati bërë gabim që brofi si ndërkryer, edhe u sul ta ndalonte atë të çmendur që çau drejt platformës. E hapi me vërtik portën e vagonit, kërceu jashtë, siç hidhen nga trampolina në ujë. Pse nuk duhej ndaluar treni? Nuk i duhej dal përpara Grigori Osipoviçit? Po me që dorezën e frenave të trenit e tërhoqi pikërisht Jati, Grigor Osipoviçi dilte se, për shkak të tij, vazhdonte të qëndronte aty treni aq gjatë. Askush nuk ishte ndjenit shkakut të nalesës. Disa thoshin se ndodhi nga frenimi i fortë, se ishin prishur frenat e ajrit. Të tjerë thoshin se vendi qelloi bjerrët. Lokomotiva nuk e tërhiqte dot vagonet pa vrullin e nevojshëm. U përhap edhe një hamendje e tretë. Njëri u qohet nga treni, pas ka qenë njëri me peshë, edhe shoqëruesi, pas ka ngulur këmbë të çohej lajm në stacionin e kurrëdor më të afërt, të vinte hetusia, të hartojë proces verbali. Për këtë qëllim, unë gjet në shtyllën e telefonit nims makinisti, megjithse stacioni i Drezinës nuk ndodhej aq larg që aty. Vagoni ku udhtonte Misha me tatin, ku tërbonte erë të keqe. Për të larguar, u hodhën ujë të bollshëm banjave. Mirë po u sqaruesi ku tërbimi i vinte nga një pulë e pjekur, e ndenjur, e mbështjellë me letër të lërosur në yndyrë. Zonjat të njohshin nga Peterburgu, që ngjesonin me ca cigane të thekura, nga përzierja në fytyrat të rreshkura të pluhurit qymyrit që nxirrte lokomotiva me shtresën e trashtë të kremit, përsëri u pudrosen, u parfumuan. I fshin duart fort me shami, duke biseduar me zë gjoksor, kërkllitës, ju afruan kupes së Gordonëve, u mbështollën tër koketëri me shallet, e theksuan edhe me ngushticën e korridoreve me atë farë llastimi që bën. Mishkës ju duk sikur nuk bisedonin, po fishkëllenin, siç fishkëllejnë në perkat, se edhe buzët e palosura me atë shtrëngim për buzës për këtë flisnin. Shpirt të ndjeshëm kemi, nuk jemi si gjithë ne, jemi intelektual, nuk mundemi, ja që se durojmë dot kutërbimin. Ku foma të vetvrarët vazhdonte të qëndronte në bar jo larg trasesë. Çurku i gjakut të ngrirë i nxinte në mes të ballit. Syri i dërmuar e vuloste të vërtetën që ai njeri kishte marrë fund. Gjaku që kishte rrjedhur nuk dukej si gjaku i tij, por si i vënë aty nga një dorë e padukshme, ashtu siç vëm leukoplastin, apo siç ngjit spërkla e baltës dhe pastaj ngrin.
Grumbulli i kurishtarëve që rrethonin të vdekurin tërë kohën ndryshonte. Nuk i largoi vetëm shoqëruesi i tij, avokati i mortyr, dërdëngu fudull, një kafshë rrace me këmishën qullë në djersë. Ishte mik i të ndjerit, udhtonte në një kupe me ta. Duke i lodhisur nga vapa, bërte veri me kapelen e butë. Pyetjeve të udhëtarëve nuk u përgjigjej, vetëm ngrinte supet, as kokën nuk e kthente. I alkoolizuar. Çka këtu për të pyetur? Krizë nevrastenie. Kufomës ju ofrua 2-3 herë një grua Fatime, me fustan leshi, me shami koke gjithë dantella, ishte vejusha Tiverzina, ëma mashinistëve, që udhtonte me bilet falas bashkë me nuset në vagonin e klasit të tretë. Këto e ndiqnin pas me shamite kokës të ulura poshtë ballit, ngjanin me motrat që ndjekin pas igumenën e manastirit. Pamja e përmorshme i mbushi me respekt të pranishmit, u hoqën me njanë. I shoqi i Tiverzinës ishte djegur gjatë një katastrofe kurorore. Ajo qëndroi disa hapa larg kufomës, e pa me shprehjen e pikëllimit të thellë që i kishte ngrirë në fytyrën e rreshkur si donte thoshte, gjithë secili e ka të shkruar fundin, janë punët e Perëndisë. Ja, ky kështu e pati të shkruar nga Zoti, të vdiste nga bulloku e kamja, por më shumë nga mendjekërisja. Asnjë nga udhëtarët nuk mbeti pa e parë fatkeqin. I hidhnin një sy dhe ktheheshin me ngut në vagon mos u vidhnin plaçkat. Secili sikur e dinte ç'duhej bërë, zbriste nga vagoni, shmpinte këmbë dhe trupin, këpuste në një lule, bënte një vrapim të lehtë me pamjen e njeriut që e dinte se ky vend ndaj dhe u shfaq. As livati kënaqëtor, as sarajet e kishsa matan lumit nuk do t'ishin në këtë botë, po të mos kishte ndodhur fatkeqësia vetvrasjes dhe po të mos kishte ndaluar treni aty. Edhe dielli që dukej sikur i përkiste vetëm këtij vendi, ndriçonte si me ndrojtje, në largim me sipër, të dukej sikur u afrohej me frikë të mbledhurve rreth kufomës, të kujtonte lopën e shkputur nga tufa aty pranë, që erdhi të shihte ç'kishte ndodhur. Mishën e çuditi ngjarja, në çastet e para qau me ngashërime nga dëmshuria dhe frika. Në rrugtimin e zgjatur e monoton vetvrasi disa herë kishte ardhur dhe ishte ulur në kupen e tyre, me orë të tëra kishte biseduar me tatin e mishës. Kishte thënë se anonte shpirtërisht nga puritanizmi, nga përsosja morale e njeriut, se lakmonte në jetë qetësinë dhe amshimin. E kishte pyetur Grigori Osipovicin për ligjet, i kishte kërkuar të interpretonte. E interesonin sidomos problemet e kredive, trashëgimit, të falimentimeve dhe të falsifikimeve. Jetë shnaqënka, ishte habitur tek i dëgjonte shpjegimet. Ligjet për cilat po flisnin nuk kanë aq të pamëshirshme. Avokati që kam më flet ndryshe. Ai sheh çdo gjë me syze të errta. Sa herë që pasionari nevrastenik qetësohej më pak, vinte e merrte avokati shoqërues bashkë me fqinjen e kupes. E qarkonin mes, e çonin në vagonin e restorant dhe pinin shampanjë. Avokati ishte ai dërdëngu i zymtë fudull që nuk largohej nga kufoma dhe se shante kryet për pyetjet e kurishtarëve. Misha s'po e largonte nga vetja dyshimin. E kishte kuptuar se gjendja e gjysmëshmendëre të vetëvrarit i shkonte fort përshtat këtij shoqëruesi të mëngjyrt. Babai kishte treguar se vizitori nevrastenik ishte njeri shumë i pasur, shpirt mirë dhe hovardar, por nuk ishte në rregull me trut. Njëherë, pa e vrarë fare mendjen se po i dëgjonte edhe Misha, mysafiri që akordisur i kishte treguar për djalin që e kishte me gruan e parë, e cila kishte vdekur. Pastaj si aportoi të tregonte për familjen e krijuar për herë të dytë, por të braktisur. Me Mishën tregoi mjaft i vëmendshëm, madje se shprehte një si dashuri që e dukej si jo e mirëfillt, por që i vinte nga malli i dashurisë për dikë tjetër. Sa herë zbriste në ndonjë stacion të madh treni, do t'i sillte djalit në një dhuratë. Misha nuk e pa asnjëherë eso. I dëgjoi ankesat se ky ishte muaji i tretë që nuk vinte gjomë në sy. Kur i dilte pia, përjetonte vuajtje të llahtarshme, të tilla që njeriu normal as me mend si merrte dot. Një minutë përpara se t'i jepte fund vetes, duke ardhur me vrap në kupen e gordonëve, e kishte kapur Grigori Osipovicin për dorë, si të donte t'i thoshte diçka, por pa mundur dot. Kishte derdhur drejt platformës së vagonit, duke u hedhur nga treni. Tani,
Misha mbante mi gjunjë koleksionin me mineralet uralit të vënë në një kuti druri, dhurata më e fundit që i kishte bërë Indjeri. Befas njerëzit për rreth u vun lëvizje. Në shinat paralele po afrohej një dekovil. Ndali për Bri Ekspresit, që andej zbriti hetuesi me kaskete kokard, mjeku ligjor dhe 2 policë. U dëgjuan zëra njerëzish të zënë me punë. Bënin pyetje, banin shënime. Disa nga të shërbimet të shoqëruara prej policëve e ngritën kufomen. Një grua vuri kujen. Udhëtarëve u thanë të zinin vendet në vagon. Treni u nis. 8. E përuri kokën ky, vaj i kandilit, tha me veti zëmëruar Nika dhe eca jaku në përdhomi nervozuar dhe i bezdisur. Zërat e ardhanakëve u dëgjuan më afër. Asnjë mundësi për të përvjetër nuk kishte. Në dhomën e gjumit kishte 2 shtretër, Iati dhe Voskobojnikovit, pa e bërë të gjatë rrëshitin nën krevatin e tij. Dëgjoi se e thirrën, thanë të habitur si ishte zhdukur kështu. Pastaj hyn në dhomën e gjumit. E po s'ke ç'bën, tha vedënja Plini. Dile shëtit pak Juri, më vonë kush e di gjendet shoku yt. Atëherë losni bashkë. Këmbyen mendime lidhur me turbullimet në radhët e studentëve të Peterburgut dhe të Moskës, e detyruan Nikën të qëndronte në atë gjendje budallai jo pak, po 20 minuta. Më në fund u larguan për terracën me xhama. Nika e hapi ngadalë dritaren, kërceu për jashtë dhe eci drejt parkut. Ishte me nervat ngritura. Natën që shkoi nuk kishte vënë gjumë në sy. Kishte pamjet ndërkryer. Nikës 14 vjeçar i ishte pështirosur të qenit i vogël. Ky ishte arsye që kishte ikur gjumi. Me taguar doli nga dhoma. Lindja e diellit e gjeti në park, paske mbuloi hija e zgjatur e drurëve trullin e lagusht nga vesa. Hija nuk ishte e zezë, ishte morrashe ngri. Pamja që mori bari i kujtoi shajakun e lagur, po i dukej se dhe aromen trulluese mëngjesore pikërisht kjo hije e lagësht e lëshonte. Ajo ishte bërë zonjë mjedisit. Pllakzat gjatoshe të shtruara gjithandej i kujtonin gishtat e vajzave miturake. Befas një rrymë zhive argjend, aq shumë e ngjashme me piklat e vesës shtruara mbi bar, rrëshiti disa hape larg tij. Rryma rrëshiti dhe u zvarrit, po ja që toka atë nuk e thithi. Me një lëvizje të rrufeshme të papritur, rryma argjend kërceu më njanë dhe se kufshe. Ishte kakzokza. Nika u rrënqeth. Djalë i çuditshëm ishte ky Nika. Në rast të ekcitimit skajshme fliste në zot lart, si të bisedonte me dikë. Një mendsoi me të amën, grua manjake dhe njëri mendjeprishur që linte kokën pas paradokseve. Sa e mirë është kjo jetë në tokë, mendoi. Po kjo dhëmje zemër shtjet, Zot me siguri që ka. Po në ka Zot, ai jam unë. Ja, do ta urdhëroj këtë shelgun këtu, edhe ky do t'i bindet urdhët tim. Pa me vëmendje shelgun, ju duku sikur drithronte i tëri, sikur i tundeshin duke ju valzuar lastarët dhe gjethet gjetoshe, të mburuara me vesën nga zdyset mëngjesit. Mendoi kështu, edhe i pushtuar nga dëshkira e çmendur për të bërë çuditëra, nuk nxorri nga goja asnjë tingull. Vetëm shkoi në përmendje, duke u përqendruar fjalët, mos u dridh, dhe bima ju bind, sikur ngriu në një shtangje të habitshme. Nika u zgërdhi. Fërkoi duart i kënaqur, ja theri vrapet në drejtim të lumit për të kredhur në ujin e freskët. Iati terroristi dementi Dudorovi vuante dënimin në burg. Kishte qenë zemërgjerësia e plotfuqishmit, ajo që ja kishte kthyer dënimin me varjen litar në burgim të përjetshëm. Ema rrithte nga ideja e madhe gjeorgjiane e Aristovëve. Ishte koket e llastic, gruaje mendjelehtë dhe tani bukuroshe spikatur. Femër që i pëlqente ta shihte veten kudoherë dashuruar nga meshkujt. Ja rrëmbenin zemrën kurreneshët kokrisur, rebelët e qartur, natyrat anarkiste, po jo më pak edhe artistët me emër, sa edhe dështakët e shpërfillur nga skenat. Djalin e vetëm Nikën e donte me shpirt, e llastonte dhe përkdhelte si e tërbuar, e merrte me vete për t'u treguar të afërmve në Tbilis, krenoi me të birin. Herën e fundit, Nikën e kishte habitur druri i stërmadh i shtrëmbër dhe degdeg që rritej në oborrin e shtëpisë ku ndalen. Ishte një gigant kaba me përmasa baobabi tropikal. Gjethet papushën gjasonin me vesh elefanti, me dekut e shtrëmbëra edhe me gjethet lëpjeta,
duke sikur ishte ai që ishte dalë sot ati u borri. E mbronte si jo më mirë nga rrezet përvluese të diellit jugor. Nika nuk pajtohej që nuk pajtohej dot me mendimin se duri gjigant nuk ishte pemë, por ishte kafshë. Për djalin ishte me rrezik mbajtja e emrit të tjatit, Ivan Ivanoviçi. Me pëlqimin e Nina Gallaktiovnës, e kishte gati lutjen drejtuar të plotfuqishmit që djali të mbante emrin e së amës. Atë kohë që kishte qëndruar i strukur në shtrat, duke menduar për prapësitë e befta që jeta i vë përpara njeriut, Nika ndër tjera kishte menduar edhe për këtë. E kush na qenë ka ky Voskobojnikovi që kuturis katastrike krahun aq lart sa t'ja ndryshonte edhe mbiemrin. Do të vit një ditë e bukur kur di unë si t'ja tregoj qefin cabe si ky. Po Nadia, se qëm ka 15 vjeçën e pas ka drejt të fryet si bretkosa e fabulës dhe t'i flas atij si i flitet një vosraku? Edhe kësaj do t'ja tregonte qefin, do ta shihni. Se shoh dot me sy, mërmëriti naçor, do ta vras. Do t'ja prish mendjen, do ta bind të vijë të shëtis me mua në vark dhe atje do ta mbys. Po edhe mami, pse mos është më e mirë? E mashtroi si atë, si e Vojkobojevin, kur kërcit e iku, i la dëmk pa mark. Pres kokën në ka shkuar në Kaukas. Me siguri që do të ketë ndrruar drejtim për në veri. Ka shkuar në Petersburg dhe tani bashkë me studentët shtije kundër policisë. Edhe atë e latë kalbet në këtë humbtirë. Po edhe ajo do më shoh, di unë si t'ja shkoj ujin në rrogos. Dhe planin gati. Do ta mbyste Nadjen, do ta linte shkollën, do t'ja madhte tek Kijati në Simberi, do t'i ngrinte njerëzit në kryengritje. Gjatë tërë bregut te baseni, vendi ishte mbuluar me zëmbak uji. Varka e çante gjelbërimin me fshfërime të lehta. Vajzat e djali u kapën pas degës së një zambak uji. Ishte fortë si llastik. Nuk e kputnin dot. E tërhoqën një herazi. Kokat e fëmijëve u përplasën, varka u shty drejt bregut. Degët e tjera u trazuan. Disa u fshehën nën vark, lulet e barta, me zemrat e verdha të përskuqura si e verdha e vezës, u zhytën nën vark, por pastaj dolën përsëri në sipërfaqe, nga petelat u rrëshisin pikla uji. Nadia dhe Nika i këpusnin lulet, duke u përkulur në të njëjtën kohë, thellë më thellë në anën e varkës, shtrirë par njëri tjetrit. Më kanë ardhur majt hundës mësimet ta Nika. Duhet jetoj i pavarur. Duhet punoj, të nxjerr me duart e mia bukën e gojës. Kurse unë desha të pyes për rrënjën katrore, s'jam mirë në matematik, vjet desh ngelen me provim në vjesht. Nika nuhati në këto fjalë që së ndi. E kuptoj. Donte ta vinte në provë, ta bënte të qartë se ishte ende vosrak. Më rrënjën katrore, më thot. Po ne nuk kemi vajtur akoma të rrënjën katrore, moj. Pa i dhënë vetes të kuptoj sa shumë u prek, ju drejtua Nadjes me pyetjen që e dinte shumë mirë, edhe vetë se ishte pyetje prej budallaj. Ja bëri me shpërfillje të shtirë. Po ti kur do rritesh, cilin do marrësh për burr? Po pse tani do të ndodh kjo? Nuk kam menduar cilin do të marr. Mos pandej se plasa ta di. Po atëherë pse pyet? Ti je budallaqe. U grindën. Nika solli në mendje mblefin që kishte për te. I brengosur e kërcënoi vajzën se po të mos e qepte do ta mbyste. Pa përvoje ta shohim, ja ktheu Nadia. Nika e pushtoi me shpatullat. U përleshën. E humbën baraspeshën. Fluturuan të dy në ujë. Dinin not, por i pengonin degët e zambakëve. U ngatroheshin nëpër këmbë, nuk i linin të notonin. Kurse fundin nuk po e çiknin me këmbë. Më në fund këmbët e tyre u shqytën në llumë dhe shlap shlup dolën në breg. Uji u rrithte nga rrobet me qurqit dëndura. Nika u lodh shumë, mezi po mbahej në këmbë. Po të kishte ndodhur kjo pak kohë më parë, jo dhe aq larg, por në pranverën e shkuar, ashtu të zëmbruar me njëri tjetrin si shishin, do të kapeshin, do të kacafiteshin, do të shaheshin, po edhe do të qeshin më të madhe, kurse tani heshtnin. Mezi mbusheshin me frymë, dukeshin të dërmuar. E para e çau akullin Nadia. Ju ankua me lot në sy. I angule shikimin e ndërkryer dhe të pezmatuar, kurse Nikës po i çante trupi, po i thernin kockat e brinjve dhe të këmbëve, po i dhimnin krahët. Si ndonjë vajzë e madhe me zë të mbytur të ngjyrur, Nadia i tha, mos ke lojtur. Ai ja ktheu me tonin e të madhet, më fal. Ecën në drejtim të Sarajeve,
duke lënë pas vetes gjurmë të lakta, si lënë bucelat e lara me ujë pas mbushjes, edhe ashtu ngarkuar në kafshë. Ecnin nëpër një kundërinë ranore, plot në gjerpërinj, ndodheshin jo larg vendit ku Nika kishte parë në mëngjes kokazoksen. Nika solli në mendje natën pa gjumë, çastet kur notonte me fantazinë e vet në botën e prallave dhe vegimeve. Kujtoi agimin, hijet gjatoshe në park, u habit nga ai gjithë pushtet që kishte patur mbi natyrën, që u urdhëronte si ta donte qefi, dhe ajo i bindej. Po tani, ç'urdhër t'i jap? Pyeti veten Nika. Cila do t'ishte dëshira ime më e madhe tani? Edhe përgjigja i shkrepi aty për aty në mendje. Të rrëzohen përsëri nga varka në pellg bashkë me Nadjen. Sa shumë do t'jepte, sikur të mund të mësonte, në do të ndodhte apo jo, ndonjëherë tjetër.